Gazetari Liri Mehmetaj ka shfaqur një video ku kryeministri Albin Kurti gjatë kohës që ishte në opozitë ankoi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, ndërkohë që gjatë qeverisjes së tij tashmë faturat do të jenë edhe më të shtrenjta. Mehmetaj ka thënë se nëse përballohet edhe kjo situatë nga qytetarët pa protestë dhe pa reagim, atëherë s'është ide e keqe që qeveria të na rrapë për qejf 3 herë në ditë. U ankoi keqe prej se është privatizuar Ketsi, 4 herë janë rrit faturat e rrymës, e që tash 4 herë na i rritën veç brenda mandatit të tij, por le ta di secili se Ketsi s'mund të rriste dot faturat pa aprovuar rritjen ZRE-ja pra qeveria. Nëse te i kalohet edhe kjo situatë pa protestë, nëse durohet kështu që shumicës dërmuese të qytetarëve të Kosovës t'i shkojë gjysma e pagës në pagesa për energji elektrike, besoj që është mirë edhe me na rre çdo të tretën ditë qeveria. Pse jo, shkruan Mehmetaj.